Si gjithmonë, kamerën nuk e kam mirë, duhet ta ngre, por e ula. Të çaj këtu. Opa. Shpresoj që të duket mirë, edhe pse jam para dritares. Dhe duket çiksi, I don't know, duket mirë. Dua t'ju tregoj një mal me rroba që më kanë ardhur nga Shein. Se kam një 2-3 video që nuk kam treguar dhe më janë mbledhur thesat me Shein në shtëpi, nuk di se nga tifus. Në çdo dhomë kam nga një thes, jo nga një nga 4 thesa. Vazhdojmë me te ky bashkëpunimi kam 5 produkte më duket dhe vazhdojmë me të parën. E cila është një palto. Ju tashmë e dini fiksimin tim me paltot. Unë dua që të gjitha paltot i kem në të gjitha ngjyra, në të gjitha prerje, në të gjitha gjatësitë, në të gjitha modelet, në të gjitha llojet. Edhe mora edhe këtë. Shikoni sa ngjyrë e bukur. Super yll. Kjo është identike me një palto që ua kam treguar disa video më para, ngjyrë gri. Nëse e mbani mend, atë palto ngjyrë gri, kjo është identike, thjesht I ndryshon ngjyra. Produkti tjetër është një xhaket e gjatë, nga këto trench coat, domethënë e holl. E keni parasysh? Fare nuk mbërthehet, nuk. Jo, apo po. Pas ka vrima, unë thashë nuk mbërthehesh. Jo, mbërthehet, pas ka vrima, mbërthehet. Ka këtë litarin që mund ta mbërthejmë në mes. Kjo është e gjatë deri në fund të këmbëve dhe ka këto rripat e lëkurës që vendosen këtu tek mënga për t'i dhënë një detaj të lezetshëm mëngës. Normale, unë e lidha provizore sa për të thënë, po që e kuptoni juve se çfarë do të them. Produkti tjetër që kam marrë për këtë bashkëpunim është kjo bluza DV, edhe këto janë dashuri, I adhuroj, janë shumë bukura, sapo e pash tek webi, thash patjetër e dua, më pëlqeu shumë ngjyra, baby blue, logan që I thot baby blue, sa bukur I thot sa ngjyrës. Ka këtë mëngën e gjerë, edhe këto mëngët të gjera të lirshme më pëlqejnë ashtu më së shumë, edhe besoj e keni vënë re që unë vdes për bluza DV edhe për palto të gjata. Një gjë që më zhgënjeu pakës, por ishte gabimi im, doja një xhaket të madhe, oversized, do me vlem pa shprerje, më pëlqeu shumë prerja, por materiali është tjetër. Është kjo copa si e gomuar, shikoni, hapet. Dhe nuk më pëlqen shumë që xhaketat të kenë këtë lloj cope, më pëlqen shumë që të jenë me atë copën tjetër. Edhe u zhgënjeva sepse prisja atë. Por në vetvete kjo nuk është e keqe, është e thjeshtë e lezetshme, prisim ta provoj. Domethënë është kështu. Nice është, nuk është shumë e keqe, thjesht unë prisja atë tjetër edhe merr dinat që pse s'është se ajo tjetër. Jo, siç e shikoni gjatësinë e ka deri këtu tek vithe, ndërsa ato xhaketat e tjera që them unë që do doja që kjo të ishte janë deri poshtë vitheve, domethënë të mbuloj dhe të japin mundësinë për t'i veshur me funde të shkurtër. Ky është gabimi im sepse nuk lexova se çfarë materiali kishte. Prandaj duhet të shikoni reviewt edhe të lexoni materialet e copave. Dhe përveç kësaj, më vjen keq që them, por nëse ka një gjë të shëmtuar që kam marrë në Shein është kjo gjëja këtu. Pse? Edhe këtu e kam fajin vet, sepse prita që kjo bluza do t'ishte bluzë DV, si ajo bojqelli që ju tregova, se shikoni. E pash në foto dhe kur shikon këtë modelin që ka çismja apo kjo kapelja, të duket sikur është një bluzë e punuar me dorë. Edhe thash, domethënë, më pëlqeu shumë po t'ishte ashtu. Kur erdhi kjo, oh no. Edhe po mendoja, po sigur ta bëj një klëfjastëk unë këtë kështu. Për ta vendosur këtu te këndi, domethënë, jo për të fjetur gjumë, kuptoni çfarë do të them. Se më pëlqen shumë printi që ka. Kjo kapelja roz dhe këto çismet e roz janë një dashuri. Shikoni sa të bukura. Super yll. Edhe unë prej printit e mora dhe pastaj thash, që nga bluzë e mirë, kjo e trashë ngrohtë shumë e bukur, do ta vesh, por ja që nuk ishte më doli kjo, sa ka qeshur Albani me reagimin tim kur e pash. Shikoni pak çfarë materiali është, shpifur. Kur e pash e hapa që u zhgënjeva, thash o zot, çka kam porositur, po ja që këtë kisha porositur. Anyway, këto 5 gjëra kisha marrë nga ky bashkëpunim. Por në ditët e kaluara më kanë ardhur edhe ca gjëra të tjera, të cilat do t'u tregoj tani. Këtë kostumin që më ka ardhur, domethënë e kam porositur Albanit, nëse mbani mend nga pushimet e vjetshme, më duket Albanit I mora disa lloje kostumesh nga Shein dhe rezultuan gjitha shumë të mira, dhe këtë identik ja mora edhe në një ngjyrë mente, shikoni pak me këto shkronjat. Më duket se ja mora ngjyrë mente, Albani e veshi pothuajse gjatë gjithë verës atë, e lam në lavatriçe, nuk e gjeti asnjë gjë, materiali ishte shumë I mirë,
dhe pash që kishte edhe Albanit i rrinte shumë mirë në trup, dhe pash që kishte edhe në ngjyrë të zezë, dhe meqense ai e adhuron të zezën, ja mora edhe në një të zezë. Patjetër që i mora Albanit janë këto xhinset. Tash i Albani preferon që xhinset i vesh pak të ngushta, po unë jam fiksuar me këtë prerjen e xhinseve për çuna, madje më bëjnë edhe mua dhe më rrinë shumë bukur, kështu që e sigurt që do t'ja vesh edhe unë. Dhe ja mora patjetër. I thash vish si këto, vish kështu, ja mbusha mendjen edhe okay, i mori këto. I rrinin shumë lezetshëm edhe aty. Unë dhe Albani kemi pothuajse të njëjtin trup, ai është pakës më i gjatë se unë edhe sigurisht më i mbushur këtej. Po që pantallonat na bëjnë të dyve. Edhe kanë këtë detajin këtu shumë të bukur nga të dyja anët. Prerja e gjerë nga fundi, edhe kanë këto detajet kështu. Albani sa i pa bobo tha këto ngjajnë si pista. Po jori, thash jo, se ngjajnë shumë bukur, nuk ngjajnë si pista. Do t'ja mbush mendjen t'i veshi. Për shembull, këto shkojnë me një bluzë të gjatë që të mbuloj pakës xhepa deri këtu, e kam shumë që bluzat unë. Ajo bluza e zezë, ose mund të shkojnë me ndonjë hudi me kapuç, çik oversize, edhe do duket yll, kështu që do t'i vesh Albani, se s'ka nga t'ja mbaj, po me shumë mundësi që këto do t'i vesh edhe unë. Juve i vishni rrobat e burrave, unë xhupat, xhiboksat, bluzat ja vesh, po do filloj do t'i vesh edhe xhinsat, se deri tash xhinsat nuk e kam veshur. Punimi u mërzita sepse kisha përsyer Albanit edhe një xhaket jeans të zezë dhe që vinte me një kapuç të ngjitur së bashku dhe do shkonte shumë me bluzën e zezë, me këto jeanset edhe kjo xhaketa sipër do duket shumë bukur, por nuk erdhi dhe thash okay, s'po pres xhaketën se duhet hiqja qafet i xhiroja këto rrobat se po rrinte thesi aty. Por gjithashtu në këtë bashkëpunim kam marr edhe këtë pallton, e cila është një pallto burrash. Materiali shumë i mirë, palltoja është goxha e rëndë në dorë dhe është tresherekshe, e hapur nga pas, kështu. Por që nuk është për mua, është për babin tim, është një pallto burrash, dhe ja mora babin me qenë se pasha tjetër webi, thash nuk e lezetshme kjo. Mos kujtoni se mbarova unë me palltot e mia. Mora këtë tjetrën shumë e bukur, është nga kjo faqja dhe kjo faqja ka shumë pallto të bukura. Shikoni këtu. Nëse dëshironi të blini nga ky dyqani, mund të futeni në shi, të shkruani emrin e këtij dyqani dhe ju hapen të gjitha rrobat që ka ky dyqan dhe mund të porosisni nga ky, ose mund të shkruani emrin e çfarëdo dyqani tjetër, sepse siç kemi thënë në Shein ka miliona dyqane, edhe ju hapen rrobat specifike të secili dyqan, ose thjesht futuni në Shein dhe kërkoni se çfarë ju del përpara dhe ju dalin të miksuara nga dyqani dhe qoftë edhe nga Shein vet. Pa thjesht dy xhepa dhe asgjë tjetër. Nuk mbyllet, nuk ka kopsa, nuk ka litar në mes, asnjë gjë, po është shumë e bukur. Mua më pëlqen shumë. Edhe materiali është goxha i plot dhe goxha i trash. Ta shikoni edhe një nga afër, kështu. Na sta nga brenda. Super ju. Edhe kjo është tua koleksioni tim të palltove që deri tani ka vajtur numri në 40 pallto. Po më duan, sepse një, këtu bën shumë ftohtë dhe vishen gjithmonë pallto, dhe dy, unë ja adoroj palltot, s'kam çfarë bëj. Kështu që vazhdoj me një pallto tjetër. Kjo palltoja tjetër është pakës më e hollë se kjo dhe është shumë e bukur. Kjo ngjan pak a shumë me atë trench coat që u tregova në fillim, por që nuk janë, domethënë ngjajnë, por nuk janë të njëjta. Ajo është goxha më e hollë, kjo është goxha më e trash, por jo kaq e trash sa kjo, është diçka midis. Por prap, kjo nuk quhet trench coat, kjo quhet pallto. Domethënë kështu. Kjo palltoja është deri në fund të këmbëve, ka rip që lidhet. Ka edhe këto kopsat që mbërthehen, më duket. Jo, kopsa kishte ajo e para, u bëra çorap. Kopsa kishte ajo zeza e para që tregova, kjo jo. Kjo është thjesht me një rip në mes dhe kaq, nuk ka asnjë gjë tjetër. Edhe ato të duart i kishte ajo, se u bëra lëmsh. Po xhepa? Nuk pas ka as xhepa kjo. Apo ka, jo, pas ka xhepa, shiqur. Se unë i kam shumë qejf xhepat e palltat. Këto pantallonat, një dashuri shumë të bukura dhe nga pas ky është detaj që këto pantallonat i bën për syrin tim shumë të veçanta. Unë vdes për ngjyrat, unë vdes për këto gjërat kështu. Jo shumë të thjeshta, jo shumë bazike, por me kështu. Që shikoni. Edhe dukesh shumë kjo ngjyra roz e lehtë, si roz pudër, si roz pasteli, si ku diun, shumë e bukur. Edhe më bëri që ti merja. Këto vinë edhe në baby blue, do më thënë atje tek webi si baby blue duke shë ngjyra dhe me shumë mundësi do t'i marrë sepse janë yllë dhe ata. Tani, ju tregova shumë produkte, kodet do t'i keni patjetër tek komente, tek kutia e përshkrimit, do njëherë ata më japin kod
për të bërë search, domethënë është një search code që juve mund të futeni të merrni atë kodin, ta kërkoni tek Shein dhe ju dalin produkte me çmime me ofertë me çmime shumë të ulta. Ndonjëherë më japin kod për ulje, sigurisht që nëse doni ulje mund ta përdorni kodin për ulje, për këtë punë është, por duhet përdorur vetëm nga Shein US, pra nga webi i Amerikës, sepse në webin e Anglisë ose në webin e Europës më duket se nuk punon, sepse është vetëm për Amerikën, edhe më vjen shumë inat që më kanë bërë kështu, po ç'të bëj? Dhe nëse doni diçka specifikisht më pyesni, jam këtu për t'ju ndihmuar. Tani, unë do vesh bluzën që kisha, do shkoj do marr loganin, do t'i lë këto siç i kam kështu këtu, dhe o zot ç'a lëmshi. Kur xhirojnë video nuk e keni idenë se çfarë lëmshi bëhet, dhe do flasim më vonë. E dine që kisha harruar diçka, janë këto çizmet, edhe këto janë një dashuri, shikoni pak. Nuk e di se çfarë quhen, por janë këto modeli që kanë dalë kohët e fundit, edhe sa i pas të webi më pëlqen shumë, thash okay, do t'i marr edhe unë. Kanë takën ortopedike, por që e mbulon kjo gjëja dhe nuk duken edhe janë shumë të bukura. Një gjë që nuk më pëlqeu për këto, kur i provova përpara 2-3 javësh që më kanë ardhur, i provova një çik në përshpi se nuk i kam veshur ende dhe më duket se kishin këtë takën e vogël që rrëshket pak, por janë disa ngjitse që janë gjitë që të mos rrëshkasir dhe unë do t'i vendos një si ajo. Në të rësirë shumë të bukura dhe mora me këtë detajn ngjyrë silver, sepse kishte edhe gold, po zgjodha këtë silverin, dhe këto t'i veshësh me një fund të shkurtër, me një xhaketë oversize lëkure dhe do duket shumë bukur, kështu i mendova kur i zgjodha, edhe ju shtuan edhe këto çizme të koleksionit tim të çizmeve. Dhe që ta kuptoni se çfarë ndodh kur xhiron një bashkëpunim. Këto janë të gjitha qeskat dhe me qeskat ishin mbështjellë edhe këto çizmet që desha rroba të tregoja, dhe këtu janë të gjitha rrobat që provova unë, domethënë shikoni. Që këto duhen ndarë mirë se në sa lavatriçe do futen, edhe kush do t'i rregulloj këto lëmshet? Unë, por do t'i rregulloj pasi të marr çunin nga çerda, kështu që tani do t'i ftojmë të rrinë këtu si zonja. Logan sa po erdhi në shtëpi dhe reagimi i parë që bëri, wow, what's that? Të ndihmoj mami, të hëngësha surratin. Si the, wow. Bukur, e? Beçik, wow. Beçik, wow. Nuk do tani? Te përvonë në ndeza kamerën. Yeah, wow. Sot ka qenë djalë shumë i mirë te kopshti, nuk kishte ngacmuar asnjë shok, edhe nuk u ankuan fare mësueset. Shumë djalë i mirë sot. Bravo. Do ikim në dyqan, do t'i blej mami një surprizë, okay? Mos mi humb to rripat lutem se sigur që nuk do ta gjejon këtë. Pa. Thoj të lutem. Thoj të lutem. Të lutem mami, të lutem. Bye. Jo bye. No. No. Nuk po luajm. Logan. Ja ke treguar çopave që ke vënë verorën ti? Sa po erdha nga dyqani, do me thënë erdha në shtëpi me Loganin, vetëm erdha në shtëpi, bëra listën nika direkt, edhe bëra pazarin e javës, bleva ushqime gjëra që më nevojiteshin, dhe bleva këto gotat. Kishte sjell Aldi si këto, prej Qelqi, në këtë formë që shikoni. Kjo është me vijë roz dhe kjo është me këto vijën jeshile, shumë të lezetshme. Edhe ishte qelq shumë i plot, shumë i trash. Më pëlqeu. Edhe të mbajmë këto për të pirë ujë, sepse për momentin kemi ca gota nga ato të Nutellës të voglat, po nga që i fusi lajnë lavastovile kanë krijuar ca kështu. Keni parasysh çka krijojnë nga lavastovile, kanë sa kohë që lahen, gati 2 vite këtu. Edhe shumë nice. Jo gati, po më shumë se 2 vite. Që lahen do me thënë lavastovile dhe janë prishur. Këto shumë të mira, edhe mora 2 pako, njërën e roz dhe tjetrën jeshile. Logan po haj një vezë Kinder, buk nuk hëngri, nuk donte të hante, kjo është kështu. Shumë të lezetshme për t'i mbajtur për të pirë ujë, për të bërë një kafe të ftohtë. Kështu do me thënë. Për t'i bërë dadit kafe, në Albani e pi kafe në gotën do tilla më shumë. Do ndrojmë se po vdes, është shumë fat. Sot kemi ndeshjen Shqipëri-Angli, për pak fillon, edhe ju bëra çunave këtë, të ulën të hanë, birra sigurisht për dadin, lëng frutash për nonën, këto për nonën edhe fruta që shikoni edhe ca kikirika gjëra kështu do me thënë. Edhe do ulën çuna të shikojnë ndeshjen, ndërkohë që unë do ulëm do editoj.
Mirë mëngjesi nga një ditë e re edhe shumë e bukur me diell, pavarësisht se është një çikës freskët. Përpara disa ditësh kam bler këtë fikusin, i cili i shkreti ka mbetur aty, pa e mbjell ende, sepse ka qenë ftohtë edhe doja të ngrohesh pak koha, derisa ta kaloja tek vazoja më e madhe, sepse ky fikusi që mora nga Shqipëria, gjigandi, që e mora me makinë, u tha, dhe më erdhi shumë keq që u tha, edhe përpara se të thash fare të bësh kështu kafe siç është tani, e preva kërcellin, i futa në ujë me shpresën që do çelin, nuk çelën, kështu që iku, mbaroi si fikus ky. Dhe vajta një ditë në Lidl për të bërë pazar dhe gjeta këtë fikusin tjetër. Kushtonte vetëm 7 pound, thash shumë lirë. Dhe e mora. E mbajta për disa ditë, të tani erdhi momenti që ta mbjell, që të mos prishet. Dhe shpresoj që të zër edhe ky, se imagjino të prishet edhe ky. Logan është në qerdhe, Albani është në punë, edhe unë isha në shtëpi, hëngra mëngjesin, duhet shkoja të blija një boj flokësh, se më janë bërë flokët për të lyer dhe për t'u larë, por nuk vajta dot, edhe për një çik tani më vjen Logan, domethënë do shkoj të marr Loganin. Kështu që nuk e di, ose do vete më vonë, ose do vete, nuk e di, nesër, ose do më thënë kur të dalë do blej bojën edhe do t'i lyej kur të lajem përsëri. Nuk e di po dëgjoni në sfond ca zogj. Më ngeli pak këtu, të cilën do ta ruaj se kam një 2 vaza shumë të voçkla, që duhet t'i hedh atyre. Shpresoj të më dëgjoni se jam pak larg nga kamera. Nobody told you this before, but you outshine the sun. The top that I've been looking for, seen you inside my dreams. So baby, come a little closer. Know that you are the only one. I wanna see your body move. Don't be afraid. And baby, keep the lights on. And baby, keep the lights on. So can we keep the lights on? I wanna see you happy. Pra, mami, përpara se të xhiroj, hesh një flokët, hesh një kapsën, no? Qa për i të regon gocën, no? Thoj që hëngre buk, po ullë aty, se nuk të panë. Ullë aty? Bye. Nida! Sorry. O thashtë të xhiroj aty. Dhe sa ti them çupave diçka, të lutem. Ti them çupave diçka. No. Të kim dyqan? Do kem dyqan apo jo? O zotri, po do ma thyesh kamera ime. O babo. No, it's mine, it's not yours. It's mine. Logan sa po erdhi nga çerdhja. Okej, bye-bye. Unë po i ki qik në dyqan të marrë një surprizë. Kishte flokët kapur, mori kamerën time, hoqi kapsën, rregulloi flokët, se do bënte video, do me thënë. U bë gati, xhiroi ato llafet e veta, e fiku kamerën, e tani nuk do ishte ndesun të xhiroj. Hajde se do ikim pak në dyqan, do ikim te posta, të lutem. Të lutem. Shpitët e posta.
Oh my god. Ok, hajde të rregulloj mami. Ngre kokën lart të lutem, ngre kokën lart. Okay. Wait. If we do wait, oh, up here. Këtu. Oh, Wait, të rregulloj mami. Këtu. the way. Sorry. 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 Thank you.